Jemi rikthyer kështu krejt në pjesën e fundit të mesditës, është koha të flasim për atë që e paralajmërova pak më herët. Do të flasim për një mërgjimtar shumë të suksesshëm. Profesioni i tij është fotograf, bëhet fjalë për Adel Ramadanin, i cili në një linjë të drejtë për drejtë nga New Yorku sa do të na zbulojë gjitha detajet e personazheve publike, yjeve botëror të cilët i ka në syrin e aparatit të tij. Adel, mirëmëngjes nga Kosova. Mirëmëngjes. Po besoj Mëngjes për Adilin atje sepse këtu është mesditë. Është goxha herët në New York. Po është mëngjes. Po besoj. Po e nisim direkt me atë se çka thash, një mori yjesh kanë defiluar para syrit të aparatit tënd, po besoj ndjenjë veçantë, Adel. Po, është ndjenjë veçantë gjithmonë, unë ambicën për fotografi e kum pas kur kam qenë i rinj, kur kam qenë për shkollës mesme në Prishtinë, edhe kur kam marrë New York, ambicia për fotografi veç është rrit dhe kjo më ka shty që me taku dhe me fotografu ndërtesa ikonike, s'pari kom fillu të fotografu si street photographer me ndërtesa ikonike të New Yorkut, stilit arkitekturor. Pastaj kom fillu me zgjanu profilin dhe kom vazhdu me fotografu edhe me yjet e Amerikës dhe kështu që me të vërtet është një ndjenjë veçantë kur ti veç e don atë punë. E përmende që shkollën e mesme ke kryer në Kosovë. Ti kthehemi pak në kohë, që sa merresh me fotografi dhe kur ke shkuar realisht në Amerikë, sa ka qenë e vështirë për ty të depërtosh në një treg aq të madh? Në Kosovë kam fillu si i ri mu mirë me fotografi, ka qenë shkolla e mesme, si 16 vjeçar, 17 vjeçare kum pas kamerën e parë. Atje jo mirë paka shumë edhe me si i ri, gjatë shkollës mesme jo mirë edhe me modelizëm, më kujtohet si i ri, kum pas ondër të atakoj Fadil Berishën dhe si dikur 21 vjet, 22 vjet në Prishtinë, e takova Fadil Berishën dhe po të rastin t'i kemë edhe disa foto prej anës ti, po asnjëherë, me qenë i vërtet, asnjëherë se kum parashiku që një ditë do t'jem këtu edhe do t'takoj përsafërti ata që dikur i ka taku edhe fotografi njohur Fadil Berisha. Me të vërtet është ndjenjë veçantë. Kur gjithçka është e mundur në aspektin e pasionit New York, normalisht që është veni më i madh në botë i konkurrencës, jo vetëm në fotografi, po në çdo sferë, televizion, në biznes, në çdo sferë të jetës është një prej veneve më të kompetitive në botë, por pasioni i madh dhe ambicia e madhe për fotografi edhe për me arrit dikun më ka shty që të kohën me majtë me shty vetën drejt një arritje. Sa kohë je Adel në Amerikë edhe po vepron si fotograf atje? Ose ka dhe diçka tjetër përveç fotografisë, cilën ju e bëni? Kryesisht tash kohën e fundit jam i fokusuar kryesisht me fotografi. Kam 3 vite që jam marrë në New York. Normalisht që ardha fillimi nuk ka qenë edhe ashtu zakonisht ardha e parë kur të ndron edhe me kulturën, sistemin e jetës. Normalisht që nuk ka qenë edhe aq e lehtë, se unë fitova green cardën atje llotarinë amerikane në Prishtinë, edhe normalisht që kisha me qujt një rutinë, një standard jetësor me cilën isha mësuar në Prishtinë. Normalisht që s'ka qenë e lehtë se këtu është ndryshim i madh i gjitha kulturat e botës, po ka qenë një kohë e mirë dhe po vazhdoj çdo ditë më shumë ta shijoj këtë periudhë. Kjort, sfundmi ne kemi pa disa prej fotografive të tua, punës tënde,
me qënë se kemi pas edhe eventin Met Gala 2025, i cili njihet për defilimin, parakalimin e yjeve prestigjioze, kemi parë se ke shkrep disa fotografi prej sa afërmit të këngëtarës njohur Miley Cyrus. Na ndoj paka shumë disa detaje, ne po i shohim në ekran, edhe shikuesit po i shohin, po besoj tash në ekran. Çfarë ndjesie, si arritet depërtosh aq brenda, u dash një akreditim paraprakish ose kesh kontakte me njerëz ndryshëm, sepse Met Gala nuk është një event i thjesht. Po, ashtu, unë tash u bënën 3 vite që prej që kom marrë në Amerikë, kom insistu me qenë pjesë e fotografisë. Normalisht që gjatë kësaj periudhe 3 vjeçare unë kom kriju disa qasje dhe disa lidhje në aspektin se si mund të arri deri aty të jem pjesë e kësaj fotografie. Unë kam pas rastin ta përcjellë në disa raste Miley Cyrus dhe kom fotografu për safër, ka qenë një ndjenjë e veçantë, kam pas edhe momente bisede me të cilën se më kujtohet koha kur ajo ka qenë në pjesë e festivalit në Sunny Hill në Kosovë, edhe e kom pyetën në rastin a i kujtohet, e kom pas rastin tash të Met Gala, dhe ka thonë që po i kujtohet Kosova dhe ka qenë shumë momente të mira në Kosovë. Janë persona thjesht këta me cilë ti punon. Për shembull të punosh ose të fotografosh Miley Cyrus edhe të qëndrosh, bisedosh me të, nuk është diçka dhe fort e thjesht, marr parasysh tërvëllmendjen edhe agjendën cilën e kanë gjatë përditshmërive tyre. Zakonisht, jo, nuk është, pajtoj me ty, nuk është diçka e thjesht, po tash pjesës tem fotografisë ju ka bu sikur kjo si një pjesë rutinë e ditës. Nuk është që dedikojnë ata vëmendje të posaçme, po normalisht që nëse ti insiston dhe kërkon një pyetje kryesisht prej figura publike në Amerikë, ata gjithmonë janë shumë humble, janë shumë të tafërt me njerëzit që i duan që bojnë pyetje, ata kryesisht kthejnë përgjigje edhe te fansat. Më ka bu përshtypje kjo që qëndrojnë edhe përkundraj arritjeve që kanë në nivele botërore, faktikisht se yjet në New York janë yjet e botës realisht. Dhe me thonë, këto është kulmi i botës në aspektin e showbizit. Edhe më ka bërë përshtypje sa afër qëndrojnë dhe sa afër mundohen të jenë për fansat e tyre. Normalisht që unë si fotograf kom qenë edhe ma afër edhe tashmë tu e lujtë rolin edhe të stilit paparazzi në New York, edhe disa figurat njohura në New York edhe ka nis tash me njohë, me pashme. Adel, me gjas ke pak probleme me fotografin, me video, nëse mund të shmej regullu, edhe dëgjojmë. Besoj që për pak sekonda, apo do të kemi sërish në lidhje direkte. Mja kërku Dërentina Adilit edhe ne një fotosesion, për besoj. Për të marrë informacionet të tjera tutje se si është të jesh brenda një eventi aq të madh siç është Met Gala. Ndërkohë Adili e përmendi se VIP-t botror janë goxha të afërt blend me fansat e tyre, që një gjë të tillë nuk është se e shohim fort tek VIP-t tanë në Kosovë. Nuk e shoh se janë shumë të afërt me fansat e tyre, ndonse nuk është se njihen shumë për te kufive, marë parasysh apo edhe vëmendjen që nuk e marrin të njëjtit, sikur me taku Miley Cyrus që nga një mëri njerëz me fotografu, nuk është ngjajshëm si me taku një personazh ndoshta të showbizit vendor. Po, dhe sigurisht është edhe për të habitur se si yjet që kanë famë ndërkombëtare dhe kanë një ndoshta dëshirë shumë madhe të njerëzve për të takuar me ta, prap janë shumë të afërt me qytetarët e thjeshtë. Gjithsesi, po më duket se sërish e kemi Adilin në lidhje direkte. Adil, po na dëgjon tani? Ju kërkoj ndjes, nuk dhja ishte problemit e unë apo të ju. S'ka problem. Ne ishim duke biseduar me Blendin se si ju e cekët më parë se edhe Miley Cyrus, por edhe VIP të tjera atje janë shumë të afërt me fansat e tyre. Një gjë që nuk e shohim shumë shpesh me VIP ta në Kosovë.
këto deshtat atë sekse që kem ka bu mu përshtypje shumë në Amerikë, si ata përkundraj nivelit që posedojnë, vazhdojnë me qenë shumë ofër me fonsat e tyre. Edhe unë e kum pas rastin edhe unë të atakoj, derisa Miley Cyrus veç është njoftu me figurën time për fotografit, më ka taku disa herë se kom qenë disa evente pjesë, jo vetëm të Met Gala, po paraprakisht në kom djek disa evente tjera që zakonisht artistat amerikanë dhe morim pjesë në për promovimet filma, në për evente ndryshme. Miley Cyrus kom disa fotografi të saj, edhe aty të Met Gala vetëm me shfrytëzova rastin ta rikujtoj Kosovën dhe ta pës për Kosovën. Ajo tha se është një ndjenjë shumë e mirë që ka qenë Kosovë dhe shpreson që ta vizitoj përsëri. Kjo më buni përshtypje edhe një farë unë diva krenorse edhe i tregova që punoj edhe si fotograf dhe këtu në New York. Ajo tha, kom po disa herë që ke qenë pjesë e eventeve ndryshme, edhe tha shumë mirë që jenë nga Kosova, edhe kështu ishte një komunikim i shkurt që mu më boni shumë përshtypje qasja që kishte ajo për Kosovën. Një pyetje që po besoj në përgjithësinë e shqiptarët e kemi kështu si na intereson me ditë. Sa profitabil është si profesion fotografia në Amerikë? Fiton nga ajo? Fotografia në Amerikë është profitabile, normalisht si çdo punë. Po në varet edhe qasja edhe mënyra e fotografimit edhe çfarë lloj fotografie bën. Normalisht që është profesion profitabil. Është profesion profitabil fotografia. Po. Adel, ka tjetër ke fotografuar përveç Miley Cyrus, me qenë se ke qenë brenda Met Galës? Po më fotografu lista është e gjonë, më fotografu thuja se gjitha ata ju që ishini gjitha ditë në për mediat e Kosovës e mediat botërore, është Dua Lipa gjatë hyrjes e kom bo videon, Gigi Hadid, Miley Cyrus, Tom Cruise, e kom përcjell premierën e filmit fundit, kom qenë aty pjesë e fotografëve që kam fotografu aty gjatë eventit, është Busta Rhymes, e kom përcjell disa herë gjatë hyrjeve në NBA game, ajo është një fan si madh, Busta Rhymes i fan si madh i Knicks, i ekipit basketbollist në NBA, është Nicole Schwarzenegger, sfundi e kom fotografu gjatë hyrjes në event të premierës. Tash sfundi ka qenë edhe Tony Awards, nështë keni përcjell. Tony Awards është një event pak më ndryshe se Met Gala, aty buën kryesisht është pjesë e teatrit dhe filmit në New York, edhe aty morin pjesë shumë figurat njohura të filmit edhe të showbizit amerikan. Po ta nderin edhe që u befasova nga Tony Awards këtë vetë është që Sarah Snook, një prej Best Artist u shpall në këtë vit nga ky event Tony Awards dhe pakur pasi u fut në rrjetet sociale në Instagram ripostoj fotografin time në rrjetet sociale të cilën unë e kisha fotografu gjatë hyrjes në Tony Awards edhe më qoj kështu koment personal tha me të vërteta paske bo diçka tha ndryshe tha mënyra jote e fotografimit si paske fotografu të hi e kjo më boni shumë përshtypje edhe se është për momentin në New York është shumë artiste e famshme dhe ka shumë tituj. Po, ndërko shumë për të duar trokitur, po them ashtu gjithë kjo punë e juaja dhe kjo arritje për 3 vjetë sa jeni atje. Po, faleminderit shumë. Unë tash aktiviteti jam kështu të ma i madh ka nisë mujt e fundit, realisht, muj me thonë vitin e fundit. Edhe po, faleminderit. Unë ambicia e madhe nuk po mblen më dorëzu, po më dëshirë. Cilat janë planet e ardhshme? Planet, çka presim prej ti? Planet e ardhshme jam me fotografi,
Unë funksionoj si independent, si fotograf i pavarur, like freelancer. Edhe zakonisht kur posedoj diçka, ose kom diçka ekskluzive, e shpërndoj me kompani tjera që që mirën me fotografi në New York. Në këtë rast. Do vazhdoj të punoj me këtë qosje me aktorëve, showbizit, celebrities New York. Po, ke planifiku ndonjëherë me fotografu dhe moderator kështu? Moderator, po, se moderator të... Se unë mujë me të adhoni propozim. Cilin? E ke për ndonjë moderator të famshëm Amerikan, apo... Jo, po besoj edhe ne për të në Kosovë bot famshëm. Shpresoj që edhe ne të arrim, po, sigurisht që t'jemi edhe në syrin. Kom taku disa moderatorë edhe këtu moderator të shumë për cilën për paparazzive. Po, e vërtet. Sidomos moderator të studio televizive dhe ata që kanë emisionet showbizit, për cilën shumë për paparazzive. Edhe këtu moderator të janë tuja se shkojnë në një linje me VIP-t dhe po, edhe, po, kjo është ajo. Në anën tjetër profilit fotografisë, unë e ushtroj edhe si, do me thonë pasioni jam është ma shumë edhe artistik, se fotografoj buildingje, ndërtesa ikonike në New York. Kom fotografu shumicën prej ndërtesave ikonike ku janë xhiru filmat ma të famshëm amerikan, edhe kjo ka qenë një djene veçantë. Kom vizitu pës mrena disa prej ndërtesa, si për shembull kur xhiru filmi Home Alone, ai filmi i fëmirisë shumë persona në botë, i famshëm, edhe hoteli kur xhiru thirrët Plaza Hotel, edhe aty jam fut, mrena kum po detajet e filmit, kum po dorëzat, kapelën, krejt aty janë të rujt në mrena aty është si muzeum i hotelit, ka qenë disa momente shumë të veçanta. Po ashtu kom pasën shumë shpërndarje prej këtyne kompanive ikonike New York, si që është Plaza, ka shpërndarë disa herë fotografit mija që kom fotografu ndërtesën, ka qenë pomje prej Central Park, dizajneri famshëm Kenneth Cole ka shpërndarë disa fotografit mija prej Central Park, parku i njohur i qytetit që është në New York City. Kështu pëse tash po bjen që jom pak kështu mënuna me qenën me në qëndru në thjeshtësin tem, po mënuna të pak me juve me shpërnda qëtë eksperiencë. Po sigurisht është inspirim edhe për të gjitha ata të cilët dëshirojnë që karrierën e tyre ta vazhdojnë në Amerike, e aq më pak kur për 3 vite ke arritur që të arish në fakt të gjithë këtë sukses me një green card që e ke fituar 3 vjet më parë. Adel... Shumë më pëlqej komenti jo që e bone tani. Se kjo është nështë edhe pse arsyeja pse unë kom qef me qenë pjesë e emisionet edhe pjesë e televizionin Kosovë. Nështë përmes kësoj video arri që dikujna t'janë ngrisë motivin dhe të shenë një dritë edhe më larkë. Normalisht që gjithçka është e mundur dhe asnjëherë nuk bën mu dorëzu. Mesazh shumë i mirë kë po nga Adili. Mesazh i mirë. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën edhe për gjitha detajet cilat i ndove rreth eksperiencës tënde si fotograf në Amerikë. Padyshim ne të presim Kosovë kurdo që t'jesh, bisedojmë në studio pse jo dhe ta realizojmë ndonjë fotosesion zbashku. Dhe sigurisht të urojmë edhe suksese të tjera. Marrë pjesë në TV, në televizionin e ju. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi, shpresoj që të paktën arritëm me përcjellni një mesazh mirë te qytetarët e Kosovës, sigurisht që po. Të cilët i përshëndes shumë. Po, faleminderit shumë Adel. Shumë faleminderit. Ishimi i rënd tjetër. Çdo të mirë. Sigurisht që është një mesazh i mirë ky që kemi personazhe të tillë të suksesshme, pse jo ti motivojmë dhe të tjerët se me punë mund të arrijnë çdo herë aty ku duan. Me këtë intervistë frymëzuese, inspiruese për gjithë juve që dëshironi apo që jeni në fazat e
arritja apo në fazat e para të fotografisë. Ne edhe do ta mbyllim këtë mesditë për ditën e sotme, sigurisht për t'u takuar javën e ardhshme. Deri atëherë, juve mirëmbëjtje e vikend të mbarë.